Ti je argati Serbis. Që kjo është thonja që i na tu e një mas shpeshti në për studio tona televizive. A e keni pa që organizohen debatet politike të na? Një grumbull i njerëzve të ullën përballë njëri tjetrit e tu fyje tu ushon në mënyrën mas njerëzore të mëndshme. Ti je pes, ti je i poshtër, ti je hajn, ti je militant, ti je i pashkoll, ti je i korruptum. Krejt që to fyrje organizohen e shfaqen në prime time ku në të kalumen prindrit janë ul bashkë me fëmijët për me kthyer një film ose një dokumentar edukativ, ndërsa sot shfaqen debate politike. A e dini që na jena ndër të vetmet vende në botë ku VIP nuk janë këngëtar të artist, po janë politikant. Fëmija jonë ma shumë e njohin kryetarin e presidentin sesa që e njohin një artist të mirëfillt. Anashtas edhe te kjo puna e artit kemi shumë më dyshje çka me çujt art e çka me s'me çujt. Po çështje tjetër kjo. A ndikojnë debate televizive në shëndetin tonë mendor? Absolutisht që po. Edhe besojmë që juve gjatë kohës që janë të u shfaq, po shumë ma shumë. Truni jonë ka shumë të vështirë me dallu ato çka është reale, ato çka nuk është e vërtetë. Prandaj, kur jemi të efshy një debat televiziv e kur jemi të një zhurmë me dhunë verbale të tmerrshme, truni fillon me besu sikur çaja në fakt nuk është në televizor, po është të ndodhë në dhomën tonë. Edhe aktivizon të njëjtat hormone që është kortizoli, adrenalina, e të njëjtat mekanizma mbrojtës prej sistemit limbik, për me na mbrojt neve njëjtë që i kanë vyt një njerit kur u kon të jetu në savana, kur u kon të ikë prej një luani. Prandaj, për të mirën e shëndetit juve mendor, mos këqërni debate ku përdhunohet truni juve, po këqërni diçka relaksuse, qoftaj një film i mirë me familjen, qoft një dokumentar edukativ, një këngë, një muzikë klasike, ose hala ma mirë, lexoni një libër bile mësoni diçka. Bëjeni tag atë personin i cili vazhdimisht vërtet të këqyr debate televizive e fillon mu kap e me urrok me krejt njerëzit që nuk i përshtatën mendimit të tina.